Po nisim kështu që mos që marrim kohë, sepse jam e bindur që jeni në angazhime tash. Dua t'ju pyes për një telefonat kemi pasur më parë nga një qytetar i cili tash kishte shku me marrë shërim jashtë vendit, por që ishte invalid i luftës dhe kërkonte pra edhe ato dokumentet që janë dorëzuar për pjesën e projektit pra që keni pasur për shtëpit për këtë pjesën e luftës. Si qëndron, si vazhdon tutje pra kjo? A janë bërë shpërndarjet, si shkon ky proces? Faktikisht jemi për atyre komunave që kemi hesa relativisht në këtë drejtim mirë. Është fjala që gjatë kësaj periudhe kohore kemi dikon mbi 60 shtëpi, të cilat duhen kriju mundësi që familjet në nevojë për banim ta zgjedhin problemin e tyre, qoftë përmes memorandumit bashkëpunimit që ne kemi me hetimat e Ballkanit, qoftë përmes organizatave të ndryshme humanitare, të cilat janë bërë, dhe sigurisht që jo të gjitha kërkesat cilat janë kemi arrit kompletojmë. Ju e dini shumë mirë që jemi komunat që kemi marrë një donacion nga Fondacioni Shqiptar për Shqiptarët, ku kemi ndërtuar diku 22 shtëpi të reja të banimit, një lagje të tërë dhe projekte tjera të cilat janë duke realizuar me hetimet e Ballkanit. Para pak ditësh kemi nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi për ndërtimin e 5 shtëpive të reja. Dhe përveç saj, domethënë jemi për atyre komunave që kemi përfituar edhe banimin e përballueshëm, soaza të cilët banim përballueshëm do të jenë dikon edhe 27 objekte banesore të cilat do ndahen për rastet sociale, përveç 113 tjera të cilat do të jenë për ata të rinja dhe të reja që do të kanë me pas mundësi me u vendos në këtë objekt banesor i cili pritet të investohen mbi 13.7 milion euro dhe i cili është tashmë në realizim e sipër si projekt, dhe besoj që edhe me këtë projekt ne pak a shumë do ta përmbyllim relativisht mirë çështjen e kërkesave të gjithë atyre që kanë nevojë për banim. Po, dhe si ka shku procesi i përzgjedhjes kryetar, pra, sepse qytetari që patëm pra tha që i janë pranuar dokument që ende nuk është njoftuar pra për gjërat dhe për procedurat tutje. Po tash unë nuk di se është për cilin qytetar është fjala, do të ishte mirë që të kemi në ti. Nëse është rasti i njërit prej atyre i cili ndodhet aktualisht në Francë. Po, në Francë, pikërisht për për çështje shërimi, ai aktualisht nuk është duke jetuar këtu. Domethënë është me vend banim për në Francë. Në momentin kur ai do të kthehet këtu, do të jetë këtu sigurisht që na kemi për obligim që të bëjmë një zgjidhje. Nëse normal nuk ka zgjidhje tjetër që është e mundshme nga ana e tij. Kështu që po i trajtojmë gjitha këto raste dhe besoj që asnjë prej qytetarëve që do të kenë vërtet nevojë për strehim edhe për banim, nuk besoj që do të ketë telash. Po. Falenderoj shumë pra kryetar për këtë lidhje direkte dhe për gjithë ato informacionet që i dhe për ne. Faleminderit nga ana e